Pastori e tha sakt, është lidhja shkak pasoj, pra veprimi që ti bën... Jo, si pastori unë. Klodi, edhe Klodi që dojë pastori është. Edhe ai pastori është. Shiko, është lidhja midis shkaku dhe pasojës. Veprimet që ti bën sjellin pasoja. Por karma, po nuk pati qëllim më përpara, nuk është karmë. Veprimi që sjell një pasojë të keqe, në qoftë se nuk ka qëllimin e keq, nuk është karmë. Një sekond. Duke ecur, ti mund të shtysh pa dashje dikë dhe ai rrëzohet. Duke ecur, ti ke qëllim që të bësh sikur ecën shpejt dhe ta rrëzosh atë qëllimisht dhe ai rrëzohet. Të dy personat në të dy rastet njësoj vriten kur bien në tokë. Ama të dytin e kap karma, atë që e bën qëllimisht, sepse ai e bën rrugë. Ai e bën rrugë. Atëre nuk është satanai që vendos për prandaj karma është. Jo, nuk është satanai pra. Jo, nuk ka lidhje me vendosje një drejtësie. Pra karma vendos një drejtësi për një gjë të padrejtë që është bërë, apo jo? Ornela, ta lëm hinduizmin dhe budizmin të hidhemi tek shqiptarët. Ne kemi një shprehje si popull që na i ka mësuar që kur ishim të vegjël. Na thoshin prindërit budallajt hapi rrugë. Hapi një rrugë, po lata ta mbarojun këtë timen, pastaj vazhdo ti tënde, faleminderit. Tani, budallajt hapi rrugë. Erion, na thoshin në Vlorë, budallajt hapi rrugë, po i hapëm aq shumë rrugë sa tash na ka vajt në krye. O, ka dalë televizor tani. Atëre është faji asaj që na ka mësuar. Dhe tani, gjithaj budallë, dhe kush kërë ndikon. Tea. Nuk duat t'i heq asnjë presje që ata bëjnë. Shtoj një pikë. Për herë të parë, domethënë jam dakord. Mirë se herë e dytë që takohemi, kështu që. Herë e tretë. Për herë të parë deri në dytë. Kësaj shkon fiksa ajo shpreha, mos i bëj dikujt atë që nuk do të ta bëjnë ty. Po këtë ka thënë Jezu Krishti, apo jo? Tani. Eksakt. Bëj tjetrit atë që do dojë nëse ti gjithmonë mendon, domethënë ti ke për detyra jote në jetë është kesh qëllime të mira, të bësh mirë, të sillesh mirë, jo domosdoshmërisht ta presësh ato të mirën, ama ai personi përballë si ky që të ka rrezu qëllimisht, që gjithmonë të ka bërë gjëra të këqija në jetë. Janë çështje kohe, Ornela, mos u mërzi zot, ta paguajnë dhe ata që të kanë bërë keq ty. Por karma nuk është... Ornela e do direkt karma, jo, nuk është me një herë. Unë besoj se kjo karma që po flisni ju, është një çështje terrori për shoqërinë. Ju doni ta mbani në terror shoqërinë, doni ta mbani në terror shoqërinë, që të mos sillet keq, sepse ma shpjegoj një fakti mua, pse vdesin fëmijët e pambrojtur dhe bandaxhint janë rrugëve. Një sekond. Atëherë, ti kthehemi këtu ne, meqense ti thua këtë dhe kemi të madhin që themi Zoti. Pse atëherë Zoti i lejon këto gjëra? Po mirë mos e. Por derisa besojmë kaq shumë tek Zoti i fuqishëm. Përse Zoti që qen ka më i miri? Ja nuk e pastorin. Përse Zoti që është më i miri bën që këta fëmijë të vuajnë, të vdesin e tjerë? Dhe pse duhet ja vëmë karma? Mirë, se Zoti çash kryetar kooperativ. Jo, po mirë pra, përderisa ti nuk besoke që thuan, domethënë në këtë. Unë mendoj që kjo është një shpikje terrori për ta mbajtur shoqërinë si në komunizëm. Po, mos bëni këtë se ju zë karma. Si kotën verit, mos hani shtatë verit. Mos hani djath me peshk se helmojnë. S'kishte djath dhe peshk. Ti kot